Përshëndetje nga Golemi. Kudo që ne shkuam, ne dhe s'na mban vendi, dhe në gjumë të natës more, nga ndjek pas Golemi, dhe në gjumë të natës more, nga ndjek pas Golemi. Le ta fillojmë dhe si fillim ta hapim këtë fest me promovim të vlerave historike, traditave dhe trashëgimisë folklorike. Si fillim, pa diskutim që duhet të përshëndesim dhe të falenderojmë mbështetësit e kësaj feste, që janë pa diskutim organizuar nga Qendra për Zhvillim Rajonal me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, gjithashtu dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Falenderojmë gjithashtu Birrin Gjirokastra, Matrix Construction, Blest Investment, gjithashtu dhe personalisht Adem Strokën. Tani, le t'i bëjmë një hapje dinjitoze Muzeut Bilal Golemi dhe më pas duke vazhduar me ekspozitën e prodhimeve lektorale kaq të shijshme që janë në krahun tim të djathtë ose në krahun tuaj të majt. Por për të thënë dy fjalë për iniciativën e mrekullueshme siç i takon këtij personaliteti kaq të madh që koha dhe historia nesër do t'ja di më shumë për nder për atë çka bër ky njeri. Por dua të ftoj ideatoren dhe iniciatoren e këtij eventi, Raimonda Golemi. Bedo, më fal, se është po, hajde nga Bedaj të thotë dy fjalë për muzeun e Bilal Golemit. Përshëndetje të gjithëve. Po t'jap mikrofonin tim se është i shenjtë, punon gjithmonë. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi që jam këtu sot mes jush dhe që realizova këtë ëndër që e kishta për shumë kohë, që mendoja të bëja një projekt për fshatin e të parëve tanë. Por t'i dhënë jetë këtij fshati të bukur që është një fshat si amfiteatër natyror mes tyre maleve. Jam shumë e kënaqur që gjeta këtu një mbështetje shumë të madhe nga banorët që janë në fshat dhe që i ruajnë me fanatizëm të gjithë traditat. Tani doja që ta fillonim këtë event me përurimin e ekspozitës Bilal Golemi. Ndonjëherë, historia e një njeriu fillon në një fshat të vogël dhe arrin të prek botën. Këtu në Golem, mes këtyre maleve, lindi një djalë që do ta kthente dijen në mision, shkencën në shërbim dhe përkushtim në trashëgimi. Emri i tij është doktor Bilal Golemi, një duar trokitje, lutem. Sot nuk ju ftojmë vetëm të njihni jetën e një shkencëtari, ju ftojmë të takoni një njeri që nuk i harroi kurrë rrënjët e tij. Një bir të këtij fshati që duke udhëtuar nga Golemi në Stamboll, Paris, Shqipëri dhe Turqi, mbajti gjithmonë me vete kujtesën e vendlindjes. Pas dokumenteve, fotografive, librave dhe objekteve të ekspozuara, fshihet historia një jete të ndërtuar mbi kuriozitetin, punën, sakrificën dhe dashurinë për njerëzit. Është historia një shkencëtari që luftoi kundër sërmundjeve, ndërtoi institucione, formoi breza specialistësh dhe kontriboi në mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njerëzve. Për pak çaste, ky ambient lokal i fshatit nuk është më thjesht një ndërtesë, ai bëhet laborator, arkiv dhe urme së shkuarës dhe së ardhmes. Bëhet vendi ku Bilal Golemi kthehet sërish në shtëpinë e tij. Ndërmjet e përkushtim, arriti të larë gjurmë përtej kufijeve të kozëve të vendit. Mirë se vini në rrugtimin e tij. Sa bukur e tha Monda. Shikoni ëndrën e një djali që lindi këtu në Golem dhe i kaloi kufit jo vetëm të Golemit, po të Shqipërisë edhe shumë bar botës. Sot Bilali u ndi që jepet një çmim në Francë, një çmim shkencor, një çmim me emrin Bilal Golemit. Në Turqi gjithashtu ku ai kreu studimet ka çmime dhe ai është vërtet një shembull për brezat, për ne një frymëzim i madh.
Kështu që unë të gjithë bashkë ne ju ftojmë që të bashkohemi të një vizitë të shkurtër dhe rikthehemi përsëri për të vazhduar festën. Faleminderit. Vazhdojmë. Atëri ku lindi? Lindi në 1899 nga babai Ali Golemi, I cili ky emigroi që në fillim në Istanbul dhe la si fëmijë, një grua një la në fshat dhe Bilali u rrit me gjyshe. Në moshën 7 vjeçare niset për Turqi për studime. Por me ja ishte mesmale ku Venezia përvojë emigrimit në moshë të vogël. I mësuan që erdhë forcën e përshtatjes, komunitjes dhe punës. Këto cilësi do të shoqëronin në rrugtimin e gjatë drejtësisë dhe shkencës. Nga Golemi rruga e tij vazhdoi në Istanbul, më pas në Gjermani, Francë, Turqi, ku u edukua dhe u bë një figurë e rëndësishme e veterinarisë dhe mikrobiologjisë të kohës së tij. Megjithatë, thot pavarësisht distancave dhe arritjeve, ai nuk e humbi kur linjën shpirtërore me vendin e origjinës. Këtu është Golemi, është një pamje që është e tanishme. Këtu është një skicë që ka bërë një djalë nga Golemi dhe kemi improvizuar. Pastaj, vazhdojmë në Istanbul. Nga malit e Kurveleshit deri në drejt Istanbul. Bilal Golemi do që rrugën e tij me këmbgulje dhe me talent të rrallë, shkoi në veterinarisë ushtarake. Ishte ushtarak në Istanbul. Si një student I përvshtoi studime dhe specializimin në Turqi, pastaj në Gjermani, pastaj në Francë. Dhe kjo e kemi bërë dhe në anglisht, që ne ta kemi dhe për turistët, sepse qëllimi I këtij muzeu nuk është vetëm për golemasit, por ne dua ta kthejmë Golemin në një qendër turistike për shumë turistë tuaj. Kështu që kemi edhe pjesën në anglisht, këtu janë itinerari ku ka punuar. Pastaj, nga Turqia, po e them se do ta shohim më vonë. Nga Turqia, ai në Francë, shkon në Francë për studime vazhdon dhe punon me profesorët më të shquar, që ishte Ramon dhe Dumas. Dhe ai thjesht ishte në fillim si student, por për cilësitë e tij, ai u bë bashkëpunëtor I tyre. Dhe ku të shikojnë në këto fotografi, është me familje, por me thënë që u integrua në komunitetin e shkencëtarëve të Francës. Dhe për këtë, qeveria franceze 1952 I ka dhënë dekoratën që dekorata më e lartë që quhet Legion d'Honneur në Francë në 1952. Ktu është me kolegët që ka qenë në Francë, kryesisht në Francë. Pastaj, mbasi se unë duhet them që nga libri, mbasi studioj në Francë, atje u martua, do ta themi më vonë, dhe u kthye në Shqipëri, sepse gjithë dëshira e tij është të ngrihte diçka në Shqipëri se nuk ishte asgjë. Dhe do vinë në 1928, kthehet në Shqipëri me një anije nga Turqia
në Shqipëri në portin e Durrësit dhe gruaja e tij që ishte 7 zanë lindi në traget, domethënë anije. Erdhi në Shqipëri. Në vitin 1928, na u kthye një Shqipëri, po kishte një vizion shumë të qartë. Të vendosë dijen dhe shërbimin në shërbim të shtetit dhe shoqërisë. Në një vend kemi parasysh 1928 kemi qenë monarki me mbretin Zot. Mungoni laboratorët, specialistët, strukturat moderne veterinare, ai organizoi shërbimin kombëtar Zot veterinar. Kontribui në artimin e ligjit, se nuk ishte ligj, të ligjit të parë veterinar, krijoi laboratorin e parë bakteriologjik dhe formoi specialistët e parë të fushës. Përmes punës së tij, Shqipëria u lidh me zhvillimet dhe rrjetet shkencore në atë kohë. Ndërkombëtare duke hedhur bazat e veterinarisë moderne shqiptare, që edhe sot ai ligji që ka qenë është një vazhdim, është bazë e ligjit shqiptar që kemi sot. Dhe kemi ca citate, kur u kthyen atë po thuaj se nuk ekziston asgjë, ai nisi çdo gjë nga e para dhe hodhi themelit e asaj që do të vinte më pas. Ku kemi laboratorët, vazhdojmë. Njësa tjetër, tash shumë e rëndësishme, në kohët e sotme ka dalë një koncept që thonë One Health, që do të thotë janë të lidhura zinxhir. Që atëherë ky koncept është shumë trendy sot. Që atëherë ai po ta shofish që atëherë ai e vuri në zbatim. Dhe themi, shëndeti nuk ishte kufi mes njeriu dhe kafshët dhe mjedisit. Kërkimet e veprimtaria e tij shkencore bashkuan veprimtarinë, mikrobiologjin, epidemiologjin, shëndetin publik dhe një qasje të vetme. Në një qasje të vetme. Gjatë vitet të punës të Turqin, ai studioi, janë to që i dinë shumë mirë nga Ministria e Bujqësisë dhe Veterinarisë, që i dinë më mirë se unë, studioi zoonoza, zhvillimin e vaksinave dhe përhapjen e epidemive, duke kontribuar në mbrojtjen e shëndetit në një shkallë më të gjerë se sa kufit e një disipline të vetme. Shumë nga idetë dhe praktika që ai mbështeti atëherë përkojnë me konceptin modern që thash One Health. Ndërgjegjësimin e shëndetit i njerëzve, kafshëve dhe mjedisit është i pandashëm. Në këtë kuptim, Bilal Golemi ishte jo vetëm një shkencëtar i kohës së tij, por ishte edhe një vizionar. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Që parapriu në mënyrë se si të kuptojmë shëndetin në shekullin e 21 parapriu. Në punën e tij, shëndeti njeriu dhe kafshët ishin pjesë e së njëjtës përgjegjësi. Përpara se bota ta quante One Health, Bilal Golemi e praktikoi atë koncept. Këtu kemi ca foto që i kemi gjatë punës në laboratore të ndryshme. Po ta shikojmë tu me ndihmën e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Na ka dhuruar gjithë laborator të vogël për të krijuar një infinit të vogël se si ishte tavolina e punës së tij. Ne kemi parë në fotografi dhe kemi munduar si që të vendosim disa. Nuk është tamam, po gjithë elementët e një laboratori janë mikroskopët, epruvetat, pinkat, janë lastrat, janë aparatet, autoklavat, është dollapi ku vendosin gjithë analizat, futen aty që përpunohen, të gjitha këto presat, gjithë që janë për një laborator. Jemi munduar me një tavolinë të vjetër, me një karike të vjetër që krijojmë idenë që një laboratori. Përveç se skretar, ishte një intelektual me bindje të forta demokratike. Gjatë viteve të studimit dhe shërbimit në Turqi, ai u përfshi dhe në lëvizjen reformuese dhe të udhëhequr nga Mustafa Kemal Atatürku. Duke mbështetur idetë e modernizmit, shtetit laik dhe përparimit shoqëror, për kontributin e tij në luftën për pavarësinë turke, ai u nderua me medaljen e pavarësisë që është ajo medalja aty. Pikpamjet e tij republikane dhe kundërshtimi ndaj shpalljes të monarkisë e vënë në konflikt me regjimin natyrisht. Për shkak të bindjeve të tij politike, Bilal Golemi u arrestua dhe dënua me 101 vjet burg. Por për shkak të presioneve, sepse ai ishte një shkencëtar shumë i njohur, u bën shumë presione mbretit sot dhe u detyruar që ta lëronte. Ai kërkoi me gulp që të punonte edhe si veterinar i thjesht, por nuk ju realizua kjo.
gjë dhe ajo detyrua pastaj punonte në Turqi në institutet më të rëndësishme të Turqisë në Ankara. Shqipëria humbi një nga shkencëtarët e saj më të përgatitur, por nuk mundi të marrë dashurinë për Adheun. Deri në fund të jetës Bilal Golemi mbeti një njeri që shërbeu dijes me të njëjtën idealizëm, me të cilën kishte dashur i shërbente vendit. Të gjitha ato prodhime në vaksinave në këtë mënyrë i shërbeu dhe vendit të tij. Në edhe thot këtu citate, nuk hoqi dorë nga bindjet e tij, dhe kur çmimi ishte humbja e njerisë dhe detyrimi. Vazhdojmë këtu. Triumfi i dijes dhe i Adheut. Pra këtu kemi medaljen që do ka nga qeveria turke. Këtu kemi në laborator kur ai bën disa eksperimente me kafshë në laboratorit. Publikojmë edhe në një rrjet webi, do vemi QR code, do vendosim gjithë publikimet që ka bërë. Atëherë çfarë laj trashëgimia që vetë? Disa njerëz lën pas kërkesa, të tjerë lën libra, instruksione apo zbulime shkencore. Doktor Bilal Golemi la diçka më të çmuar, një shembull të jashtëzakonshëm për kushtimin ndaj dijes në shërbimin publik. Kontributi i tij nuk matet vetëm në laborator që ngritis. Studimet që botoi apo funksionet që ushtroi, ai formoi specialistë, ndërtoi institucione, ndihmoi në zhvillimin e praktikave profesionale e shkencave që vazhdojnë të ndikojnë në breza të tërë. Dhe këtu kemi pjesën e laboratorit punës si laborator për trashëgimia. Një pjesë shumë interesante. Familja dhe dashuria e kam quajtur, sepse ai përveçse ishte shkencëtar, ishte edhe njëri shumë i mirë, që kishte familje shumë të bukur. Ai u martua, si thash, me një vajzë franceze, e cila quhej Juliette. Dhe po të themi, është si një histori Romeo dhe Julieta, se ai për hir të kësaj gruas, po kuptohet, ju thash që ai ishte ushtarak në Turqi. Hoqi dorë nga shërbimi ushtarak, sepse nuk e lejonte qeveria turke, kush ishte ushtarak të martoheshte me gra të huaja. Hoqi dorë dhe u martua me Julietën, e cila më vonë e ndroi emrin e burin Nullifer, për të respektuar burin i cili që ishte një fe tjetër të ne. Nga kjo lindi një vajzë që quhet Denisi, dhe vajza e thash lindi në tragedë, kur erdhi në Shqipëri, lindi dhe jetuan shumë kohë në Shqipëri. Grua e mbështeti shumë dhe gjatë viteve të bukur, domethënë kudo që shkojnë pas. Dhe kthehemi këtu, nga këto martesë, pra në një atë kohë ligji ushtarak e thash, familja shoqëroi në vitet e sukseseve shkencore, por dhe në periudha të vështira të jetës, gjatë burgimit, largimit të detyruar nga Shqipëria dhe fillimisht të një jete të re në Turqi. Kjo histori më kujton se pas një figure të njohur publike qëndronte njëri me ëndra ndjenja dhe lidhje të forta shumë familjare. Këtu kemi foto me kostume popullore, ai ishte edhe një artist që në Turqi, fotografisht, tashi, për ta përmbyllur kemi dhe ta fotografi tjera. Kjo ekspozit që që kini u ideuar dhe u realizuar nga Qendra për Bashkëpunim Festivalenal, cilën e drejtoj unë sot. Kam një staf që janë prezent këtu, por unë nuk mund ta bëja dot vetëm në qoftë se unë nuk të kisha materialet. Nga pari ka qenë autori i librit Bilal Golemi, Manxar Taka, që unë e falenderoj këtu. Ai jeton në Amerikë, por që më vuri në dispozicion fotot, janë fotot origjinale që ai ka qenë në Turqi dhe i ka marrë nga stërnipërit e tij dhe mi dhuroi këto foto, se gjithë japin. Prandaj unë një falenderim për Manxar Takën, një duaj përpitje. Është një libër tjetër që i kam bërë këto të dy, Hulo Hajdari dhe Vaser Semini. Ky ishte një veterinar, cili kishte studiuar shumë gjithë veprën dhe ka bërë këtë librin. Ky ka bërë më përpara, ndërsa
Manxar Taka e ka bërë në mbrapa, mbase i ka bërë studime dhe ka marrë kontakte me familjarët e tij, me historikat. Edhe një artikull, kjo është një artikull që ne kemi material këtu, që është bërë nga një gazetar turk, i cili ka mbledhë informacione dhe i ka bërë. Kjo ishte një gjë e vogël për ne, ai po do t'i thuash. Do të Instituti Veterinaris ka emrin Bilal Golemi, di që në Tiranë kanë bërë një emër Bilal Golemi. Këtu në Golem po përgatitet një bus, kemi kaq vite që po e përgatisim, akoma nuk e kemi konkluduar, por që do vëmë dhe një bus që ta nderojmë tamam që ta vëmë në emër. Tashi, zoti një shumë mirë jetën e Bilal Golemi. Faleminderit të dashamirës Golemi. Patjetër, do ta jam. Edhe të Kurveleshit që keni marrë mundimin dhe keni ardhur. Kjo është në një ditë të shënuar për ne dhe për Kurveleshi. Kurveleshi është kurora e Labërisë, Kurveleshi është qylahu i barë i bujarisë e i tërgërisë, Kurveleshi është kreshta e Labërisë. E brenda në këtë Kurveleshi është Golem, i cili barë në vetë e mban trashëgimi të lashtë, mban histori të heroike, përmarë një kulturë që është për model, edhe që ne këtë duhet të apreciojmë në Brezë. Këtu mund tha që do të thënë ky është muzeu i Bilalit. Unë them se kjo është vetëm një indicje për një muze për Golem, që në të vërtetë Bilali e meriton dhe që Bilali do të ketë pjesën e tij, por muzeu i Golemit duhet jetë jo me një dhomë, por duhet jetë me disa pavione, sepse ka aq shumë histori. Brenda veç Bilalit ne duhet u futur në histori, Golemi ka figura që duhet i nderojmë, u kemi detyrim të bëjmë këto me Çopo Golemi. Para tërmeti e autonomisë e son Çopo Golemi, kapitali i këtij vendi. Dhe trima e luftëtarës si Sylo Beqiri. Është heroi, janë labitarë. Heroi. Po biro, një muze është në natyrë atje që kanë gdhëndur, një është në memorin e popullit, do të bërë dhe muzeu ashtu. Por edhe figurat të tjera që të Mençurisë, siç është ky i pari, e të tjera që nga Abbas Aligua në oborrin e Aliut, Ali Pash Tepelenës, figura si ai kryeplaku nga shkurta i Kasami, shkurti e të tjerë që i kanë dhënë emër. Ne kemi për detyrë që këtë muze ta bëjmë me Golemës, por natyrisht ne kërkojmë edhe mbështetje, sepse e kemi detyrim jo vetëm ta ruajmë historinë, të heqim flurin e arrestit, të ruajmë, ta njohim Brezat, sepse Brezat nuk e njohin, dhe kjo do të ishte një gjë shumë e mirë. Natyrisht. Pjesën e parë keni bërë, pjesën tjetër do ta shohim. Me ardhjen e rrugës, me këto zhvillime shumë të rëndësishme që po merr Golemi, unë ndjehemi privilegjuar dhe kam ardhur me shumë dashuri për të ndjekur këtë aktivitet, sepse që nga Evliaçi Lebiu dhe i gjithë historia e kombit shqiptar, Golemin e vënë në vendin e parë. Gjergj Aranit Komneni ose princi i Kaninës që kishte nga Preveza edhe deri në Ulqin, ishte i Golem, e ka varrin Golem, qendra e Golem, kryeqendra është Golem. Dhe të gjitha këto nuk fillon nga një, po fillon një histori e madhe. Një është memorien e popullit. Hallall e pas ai djali burri Golem aty që e ka ngritur, e ka gdhënur në labitar, më mirë nga të gjitha trojet shqiptare që ka Brez nuk gjën një monument të tillë. Dhe rruga që po bën tani me iniciativën e Tërmetpesit dhe me vazhdimin e generalit, se duhet një general që të vej rruga në mal, edhe këtu midis malesh duhet ndërtohet ai muze, jo vetëm për Golemin, po për gjithë Labërinë. Jo vetëm për Golemin. Ne Golemës dhe i falenderojmë dhe i vlerësojmë ideatorët, edhe kontributorët, edhe deputetin Tërmetpesi që është vetëm kritika do të bëni ju, as e falënderim. Një minutë se do të të kërën e Bajram Kërën që më dha në dispozicion të normale, se përndyshe unë nuk do të bëja. Në një telefonat që kam bërë,
Nuk kanë bërë në gjithë madhe, Golemi ka dhënë jetën, ka dhënë gjak, ka dhënë lokale. Në qarë lokale. Sepse pas në 120 vjetë, Bilali të bjerë fizikisht. Dhe neve si brezite, duhet të trashgojnë fëmijëve një për mesave, ata që kanë bërë krenarinë e Golem. Na këta këtu i ka rëllit gjithë që granitin në krasë. Që vajti qobo Golem, Sulo Beqiri, Bilali, Ismailoni dhe një tjerë. Dhe neve në qofë se në dirë, na vinë, nuk do dinë ku vejë. Dhe që shumë. Vai sair